më herët ra shi dhe në një rast ka ndodhur këtë në kohën e profetit alayhi salatu wasalam dhe ka fal namazin sabat dhe pas namazit sabat ju ka thënë njerëzve, a e dini se çfarë ka thënë Zoti juaj? Ata kanë thënë, Allahu dhe i dërguari i tij e dinë më së miri. Ndërsa ai ju ka thënë, Zoti jon ka thënë, njëri prej robërve të mi sot ka aguar besimtar, kurse tjetri jo besimtar. Sa i përket atij që ka aguar si besimtar, është ai i cili ka thënë shiu ka rënë me mirësinë e Allahut dhe me mëshirën e tij. Ky është bërë do thot besimtar ndaj meje dhe mohus ndaj yjeve. Kurse ai i cili ka thënë ky shi ka rënë për shkak të filan yllit, thot ai është bërë mosbesimtar ndaj meje dhe besimtar ndaj yjeve. Prej këtij transmetimi me vërtet kemi mësime të shumta, por njëra prej tyre është shkatrimi i besimeve pagane. Besime të cilat e kanë marrë njerëzimin mbrapa me shekuj. Pra nuk vjen shiu për shkak të yjeve. Nuk vjen shiu për shkak trupave qiellor, po shiu, siç profeti alayhi salatu wasalam e ka shpjeguar, vjen me mirësinë e Allahut dhe me mëshirën e tij. Po Allah i madhëshëm nga mëshira e tij, nga mirësia e tij, e ka krijuar sistemin asaj që të bie shi. Pra ai e ka kriju këtë sistem natyral që ujit vjen prej qiellit në tokë, pastaj prej tokë tavullohet përsëri. Allah e ka bërë këtë nga mirësia dhe mëshira e tij. Prandaj është mohim i begatia të Allahut nëse ne themi që shiu vjen për shkak të ndonjë ylli. Siç veprojnë shumë njerëz në kohën tonë bashkëore, të cilët thonë që natyra e qes shiun. Kjo është mohimi i Allahut dhe besimi i natyrës. Prandaj le të vëdësohemi dhe le të jemi prej atyre të cilët faktikisht e pranojnë që begatit janë vetëm prej krijuesit. Krijuesi fuqiplot e ka kriju këtë univers, këto sisteme, këto nuk janë krijuar rastësisht. Prandaj falënderoni Allahun dhe mos i mohoni ata.